çfarë fshihet në shtëpinë e bardhë. Kjo është shtëpia e bardhë, shtëpia e njeriut më të fuqishëm në të gjithë botën, presidentit të Shteteve të Bashkuara dhe të gjithë familjes së tij. Megjithatë, definitivisht nuk është vetëm një rezidencë e zakonshme. Shtëpia e bardhë përfshin gjithashtu një moridhomash të rëndësishme presidenciale që lidhen me biznesin, të cilat me shumë mundësi as ju dhe as unë nuk i kemi në shtëpitë tona. Kjo e bën atë një nga ndërtesat më të rëndësishme në të gjithë botën, dhe gjithashtu një nga objektivat më të mëdhenj për një sulm ndaj Shteteve të Bashkuara. Pra, si mbahet e sigurt çfarë ka brenda, dhe më e rëndësishmja, çfarë fsheh qeveria poshtë saj. Shtëpia e bardhë, e quajtur fillimisht rezidenca ekzekutive, është ndërtesa më e vjetër federale në kryeqytetin e vendit. Në vitin 1790, George Washington nënshkroi një akt të Kongresit që deklaronte se qeveria federale do të vendosej në një zonë që nuk i kalonte 10 milje katrore në lumin Potomac. Ata mbajtën një konkurs për projektin e shtëpisë së bardhë, ku paraqiten 9 propozime, përfshirë një nga një president i ardhshëm, Thomas Jefferson. Por në fund, James Oban fitoi me projektin e tij të rezidencës gjeorgjiane. Struktura do të kishte 3 kate dhe më shumë se 100 dhoma, dhe do të ndërtohej me gur anor. Në vitin 1800, e gjithë qeveria federale u zhvendos nga Philadelphia në Washington, dhe John Adams, presidenti i dytë i vendit, u zhvendos në rezidencën presidenciale, ende të papërfunduar me gruan e tij, Abigail. Çdo president pasues do të gjendej banori i shtëpisë së bardhë. Shtëpia e bardhë do të mbetej në këmbë për 12 vjet të pabesueshme, përpara se të digjej nga britanikët gjatë luftës së vitit 1812. Për fat të mirë për amerikanët, ndërtesa nuk ishte një humbje e plotë, dhe vetëm pas disa vitesh rindërtimi, arkitekti origjinal James Oban, në vitin 1817, shtëpia e bardhë ishte përsëri në veprim. Mund të pyesni veten se si e mori emrin shtëpia e bardhë. E po, kjo thjesht sepse të gjithë vazhdonin ta quanin kështu, sepse është e bardhë. Është gjithashtu një emër më unik se sa rezidenca ekzekutive. Arriti deri në atë pikë sa presidenti Teddy Roosevelt, i cili gjithashtu i referohej si i tillë, filloi të ndryshonte emrin e saj në shtëpia e bardhë në dokumente zyrtare. Pak më vonë, ndërtesa do të merrte zyrtarisht këtë emër. Duke folur për Teddy Roosevelt, ai do të ishte gjithashtu personi i parë që do të bënte thirrje për inovime të rëndësishme të vendit, të cilat përfshinin shtimin e krahut perëndimor, duke zhvendosur zyrat ekzekutive nga rezidenca kryesore për të krijuar hapësirë për familjen e tij të madhe. Shtesa të ndryshme të tjera gjatë viteve do të shtonin një shije të veçantë vendit. Kjo përfshinte një kat të tretë dhe madje edhe një krah lindor të ri, që i siguronte shtëpisë së bardhë më shumë hapësirë zyrash, nëse do të ishte e nevojshme. Sado interesante që ishte historia e shtëpisë së bardhë, ajo është po aq interesante sot sa ishte atëherë, ndoshta edhe më shumë. Ja si duket shtëpia e bardhë sot. Dhe për t'ju kursyer nga nevoja për të numëruar me kujdes gjithçka në shtëpinë e bardhë. Ka 132 dhoma, ndoshta edhe disa sekrete, 35 banjo dhe 6 nivele në rezidencë. Ka gjithashtu 412 dyrë, 147 dritare, 28 orgjaqe, 8 shkallë dhe 3 ashensor. Ndërtesa kryesore, e njohur si rezidenca ekzekutive, përmban sigurisht dhomat ku presidenti dhe familja e tij flen dhe kalojnë kohën e tyre të lirë. Dhomat kryesore në të gjithë pjesën qendrore të ndërtesës janë emëruar me të drejtë dhoma blu, dhoma e kuqe dhe dhoma e gjelbër, të cilat, janë emëruar për shkak të ngjyrës aktuale të dhomave. Vetë dhomat kanë pasur përdorime të ndryshme gjatë viteve, por zakonisht dizajni i veçantë i dhomave ka rezultuar në përdorimin e tyre për takime ose tubime. Karakteristikat të tjera të mrekullueshme përfshin kopshtin e trëndafilave, i përdorur për konferenca shtypi dhe ngjarje ceremoniale, dhe sallën shtetërore të ngrënies, ku mbahen darka zyrtare. Ai gjithashtu përmban një bibliotekë dhe madje edhe një zyrë mjekësore personale, nëse po pyesnit veten. Jo,
Dizajni i shtëpisë së bardhë nuk është vetëm biznes. Ndërtesa përfshin gjithashtu aktivitete rekreative si një pishinë, një kinema në shtëpi dhe, çuditërisht, një sallë bowlingu. Po, shtëpia e bardhë ka sallën e saj private të bowlingut, duke bërë takimet midis presidentit dhe zonjës së parë tepër të lehta dhe të përballueshme. Ndërtesa ende ka krahun e mrekullueshëm perëndimor dhe lindor. Krahu perëndimor strehon zyrën ovale, hapësirën kryesore të punës së presidentit. Ai gjithashtu përfshin dhomën e kabinetit, ku presidenti takohet me këshilltarë të lartë dhe anëtarë të kabinetit. Ndoshta dhoma më e rëndësishme në të gjithë krahun perëndimor njihet si dhoma e situatave. E vendosur në katin përdhes të krahut perëndimor, ajo shtrihet të ngjitur me nivelin e bodrumit të ndërtesës së banimit. Gjithashtu quhet dhomë, por në fakt është një kompleks dhomash të sigurta dhe qendrash komunikimi, ku presidenti dhe këshilltarët e lartë menaxhojnë krizat dhe koordinohen me agjencitë ushtarake dhe të inteligjencës. U krijua nga presidenti John Fitzgerald Kennedy në vitin 1961 pas pushtimit të Gjirit të Derave. Me kalimin e viteve, dhoma e situatave është zhvilluar në një qendër komande me teknologji të lartë. Ajo ka videokonferencë të sigurt, furnizime të dhënash në kohë reale, sisteme të avancuara komunikimi. Të gjitha këto i japin presidentit fuqinë për të monitoruar ngjarjet globale dhe për të marrë vendime shpejt. Dhoma e situatave shpesh portretizohet në filma dhe shfaqje televizive si vendi ku merren vendimet më kritike, dhe ndoshta mund të thuhet me siguri se homologu i jetës reale i përmbush përshkrimin e tij. Në anën tjetër të ndërtesës së banimit është krahu lindor, i cili ofron hapësirë shtesë zyrash. Ai përmban zyrat e zonjës së parë, zyrën e sekretarit social të shtëpisë së bardhë. Këto janë të gjitha disa nga zonat më të njohura publikisht të shtëpisë së bardhë. Por çfarë ndodh me ato që qeveria përpiqet t'i mbajë sekret ose të paktën të fshehura? Po dhomat që mbajnë në bodrumin e shtëpisë së bardhë, hyn në qendrën presidenciale të operacioneve të emergjencave, një bunker i sigurt i ndërtuar për të mbrojtur presidentin dhe personelin tjetër kyç në rast emergjence. Qendra presidenciale e operacioneve të emergjencave, që thuhet se ndodhet poshtë krahut lindor, është projektuar për t'i bërë ballë shpërthimeve bërthamore dhe ngjarjeve të tjera katastrofike. Është e pajisur me ka sistemet e veta të energjisë dhe filtrimit të ajrit, duke siguruar që banorët e saj të mund të mbijetojnë edhe në kushte ekstreme. Vetë qendra fitoi vëmendjen e publikut gjatë sulmeve të 11 shtatorit, kur zëvendës presidenti Dick Cheney dhe zyrtarë të tjerë të lartë u strehuan atje. Por sinqerisht, kush e di sa kohë e kam fshehur atë atje poshtë, ose çfarë tjetër mund të fshehin gjithashtu? Ashtu si me çdo gjë të mbuluar me mister, nëse mund të bëhen pyetje, ato do të bëhen, dhe bodrumi i shtëpisë së bardhë nuk është ndryshe. Sekreti që rrethon bodrumin, madje ka dhënë shkas për mite dhe legjenda të shumta. Disa spekulojnë në rreth ekzistencës së bunkerëve nëntoksor, që mund të shërbejnë si strehe të sigurta gjatë krizave të zgjatura. Të tjerë imagjinojnë arkiva të fshehur që përmbajnë dokumente historike të ndjeshme, apo dhe objekte me rëndësi kombëtare. Ndërsa shumë nga këto rrëfime janë spekulative, shkalla e vërtetë e asaj që fshihet në shtëpinë e bardhë mbetet një sekret i ruajtur me kujdes. Pra, me gjitha këto informacione sekrete të pakonfirmuara, si duket saktësisht siguria për shtëpinë e bardhë, duhet i duke ndaluar teoricienët më të mëdhenj të konspiracionit të futen fshehurazi në bunkerën nëntoksor për të zbuluar disa sekrete. Nga jashtë mund të duket se shtëpia e bardhë është një fortesë e paarritshme. Megjithatë, shtëpia e bardhë është në të vërtetë rregullisht e hapur për publikun, ndërsa kjo është e vërtetë, këto vizita kërkojnë planifikim të kujdesshëm. Rezervimet duhet të bëhen të paktën 21 ditë më parë, për të pasur kohë për kontrollet të hollësishme të dhënave. Qytetarët amerikanë duhet të kërkojnë qasje përmes përfaqësuesve të tyre në Kongres, ndërsa vizitorët ndërkombëtar këshillohen të kontaktojnë ambasadat ose konsulatat e tyre. Pra, realisht, jo kushdo mund të hyjë në derën e përparme për të përshëndetur presidentin në çdo kohë të caktuar. Sa i përket sigurisë strukturore dhe teknologjike, kompleksi i shtëpisë së bardhë ndodhet në zemër të një zone shumë të kontrolluar, me kufizime fluturimi prej 15 miljesh që rrethon aeroportin kombëtar Ronald Reagan të Washingtonit. Kjo hapësirë ajrore monitorohet nga afër, me shumë lëshues raketash tokajër të stacionuar në të gjithë qytetin.
të gatshëm për të kapur çdo avion që devijon nga rrugët e autorizuara të fluturimit, sipas udhëzimeve të forcave ajrore të SBA-s. Vendërtesa është e pajisur me një radar të montuar në çati, që skanon me kujdes zonën përreth për kërcënime të mundshme. Gjithashtu, nuk do të jeni në gjendje të fshiheni me sukses në perimetrin e shtëpisë së bardhë, pasi ajo është në mbikëqyrje të vazhdueshme nga një sër kamerash të përparuara me infra të kuqe. Këto kamera janë të afta të zbulojnë edhe ndryshimet më të vogla të temperaturës, duke njoftuar menjëherë personelin e sigurisë për çdo kërcënim të mundshëm. Pra, nëse nuk jeni gjak ftohtë, fat të mirë. Ndërsa shumë nga mekanizmat mbrojtës të shtëpisë së bardhë funksionojnë jashtë shikimit të publikut, gardi përreth është një barierë shumë e dukshme dhe e frikshme. Fillimisht i lartë 2.1 metra, ky gardh prej ekurit farkëtuar është montuar në themele betoni rezistente ndaj përplasjeve dhe i mbuluar me gjemba për të penguar ndryrësit. Në vitin 2017, gardi u ngrit në 3.3 metra dhe u pajis me sensorë që njoftojnë sigurinë ku presioni ushtrohet në ekura. Dritarët e shtëpisë së bardhë janë të papërshkrueshme nga plumbat. Të aftat përballojnë goditje shumë fishta direkte nga armët gjysmë automatike. Ky nivel fortifikimi siguron që presidenti dhe stafi i tij të mbeten të mbrojtur nga kërcënimet e jashtme, ndërsa në emergjencat më të mëdha, nëse gjithçka tjetër dështon, duhet të mbështeteni tek qendra presidenciale e operacioneve të emergjencave. Duke folur për dështimin, nëse në një farë mënyrë dështon e gjithë teknologjia që rrethon shtëpinë e bardhë, vendi gjithashtu plot me antarë të shërbimit sekret dhe policinë e parkut të SBA-s. Pra, çfarë mendoni? Apo fshe qeveria amerikane diçka në shtëpinë e bardhë që nuk duan që ne ta dimë? Ndoshta disa dokumente sekrete që konfirmojnë ekzistencën e alienëve? Miru pafshim për tani.